tregohet disa ditë se ka qenë smut 16 vite. A, është pa pare. Faleminderit. Bismillah. Aqë shumë, Allahu subhanahu wa taala e sprovoi me smundje, sa që ka pas pasuni shumë të madhe, thonë se i ka pas 16 fëmijë, edhe një hizmeçar, një punëtori ka marrë qelsat e magazinave, ç'është pasuni të madhe ka pas. Po Allah e sprovoi tani me skomje, e sprovoi me smundje. Ç'është smut të konë, sa që e ka larguar dhe prej katonit. Ç'është smut të konë, sa që trupin e tina, mishin e tina kanë hongër dhe krymat. Ç'është smut të konë, sa që gruaja e vete një ditë i tha, ja Ejub, ti je pejgamberi i Allahit. Pse s'po bën një lutje te Allahu xhaleshanu me të shërue. Ejubi alayhis salam tha, po më vjen në marrë, tha me kërku pe Allahu xhaleshanu shërim. Tha, pse? Ma shumë tha, e kom vazhdu jetën, tha i shnosh se sa tha i smut. Po atë shumë e ka këqyr gruaja e veta si Ejubin, sa që e ka shit dhe në bystek të lëkve ka qit me shit, veç me japru një ushqim, ma të mirë Ejubit. Edhe u lejmru të Ejubi shejtani, as Ejubi tha, kë gruaja jo të boni tha moralitet, tha që ta pruni tha këtë, si me thonë portokall ose banan ose diçka. Po, lejohet burri për atë arsye kur bohen konor, ata betohen me këqyr njëri tjetrin edhe kur janë smut. Po, nëse vjen puna dhe të mos marrveshja, atëherë mundën edhe për mundo. Allahu xhaleshanu nuk kalon der mshel, lejohet edhe për mundo. E ne lusëm Allah një Rabbil Alamin me na qitë Zotë me një rëbë hajret me pas mirë kuptim edhe me konë përqyshëm njeri me tjetrin me pas mirë kuptim e inshallah Allah na mundson një Rabbil Alamin me qëto gra që i kena mos me na usmu e me pas marrëdhënie të mira e mirë kuptim me to ja Rabbi. Amen. Gure shumë. Edhe Hazreti Davudi alayhis salam i ka pas 99 dhe një aboni 100. Apo 100 i ka pas. Pa ju konë atë ko, prindë së konë, e i ka pas kushtet. Në shtatë s'ka pas me shpin atë kushon? E për qaj arsye, se në kohën atyne ka pas luft, ju në mytë mashit. Edhe për qëta arsye kanë mytë me marë edhe qikat e migjës e qikat e dojës e shka bëdijune. Po neve nuk na bjenë, se na jemi shqiptarë, na jemi qëtër kom. Na shkojmë dhe në 7 faqe, besë edhe në 7 faqe, në 8 faqe, dhe që aty, pak si nuk lejohet. Pajtona plotësisht. Dëgjoj sa drejt. Muslimoni është më i keq si dreqi. Pse? Pa je musliman të upo? Muslimon jam unë. Muslimoni i bën dosene më të këqija se dreqi. Do unë peshonë dhe vetin këtë rashë? Ja, që të kalëzën e ty. A të kalëzën vish një mesele, po në ashta kunë dhe saj shka në kanë kalëzu babalatën. Shko problem. Ko ka kunë e morim shkur. Një gru i shkon 7 zone, edhe ka pre drun. Qaj cope drunit i ka ronë bark, edhe i ka thonë dreqit hongët. Dreqit edhe e kanë ndëgjue. Edhe i ka shku i ka thonë që to që e kije i jemi është aji. Se e malkove. Edhe ka lind ajo, ka lind vajzë. Kur u rrit ajo, u shku dreqi ko flaktujt i ka thonë që kjo është për mu martue. Edhe e kanë marë. Ka thonë jo qysh, ka thonë po, e ki falë. Se ki thonë të hongë dreqi. Edhe e kanë marë. I ka thonë ku mu të zatetu në ty për me po qikin. Ka thonë filën venin në qëtë fa shpelën. Ku e në shku mas 5-6 mullë vë shku baba, se u me po qikin, edhe u dalë kofta i laktujt. Edhe i ka thonë hajde kënejne. Po në qatë moment, i kishin pas një rast shumë fështirë, se i shkondek dhonëri, qaj. Edhe i ka thonë qika babes, vetë i ka thonë ti du të menajt ashtë i këtu 3 dit, mos me liviz, se që shtu kanë zakon këta drejqit, ku fështirë dujt. Mas 3 dite, prindi i qikës ka thonë, që shë kanë zakon muslimon, shka ta dijune, ka thonë, mund është me këthy të ashti, si kur kënë këthy për parën. Po, qika po. Po. I ka thonë dreqi madhë, ku flaktuj ka thonë, ju o bëni, po na nuk e këthejmë. Ka pe qiken, që me veti. Na këthejmë, sa drejtë. Na e kemi këthyje. Në mund dreqin se këthejmë, na e këthejmë. Dreqi nuk i këthejmë, nuk e ka këthy. Muslimoni e merë qiken e mizë, qiken e dojës, qiken e tezës, shka bëdijune. Edhe i mshojnë një krade këtu, edhe falin 5 vaktet, edhe ta morin, edhe 5 kohës fjetin. Do më honë, muslimoni shka ko ka? Ma i kjetë se dreqë. Qështu po thu ti? Jo, po qështu është? Apo bëjë qështu? Kura e merë qikin e migjës, qikin e dojë, qikin e tezës, shka thuti?
A është mirë kjo punë? Jo, s'është, për mu, jo. Masi ku ka pa pare? Unë kërkoj valje. Njeriu api kënaqë ti çka ti me çit në zotit ajo se po dalim dal drejtë në sy burr. Ti jeni me shërime. Unë nuk e ignoj se unë hoxhës nuk jam marrë shka ka, as nuk japi shka kom. Po hoxh, api kënaqë diçka ajo. Çevish pak. Njeriu shpeshher e mrin vlerën më të lartë se me laiket. Po shpeshher bjen më i poshtë se shejtani. Ku kemi na është fjala kur Muhamedi a.s. Allah ja mundsoi natën e Mirajit me shku me fol me Allahun xhaleshanu. Gjibrili u ndal katin e 7. Kurse Muhamedi a.s. e vazhdoi rrugën prej atyhit me një shtaz më të shpejt, me boraker dhe në katin e 7. Pe katin 7, deri hapsinën, deri Sindrën Muntahan, deri Beitul Muqaddis, ku ka fol Muhamedi a.s. me Allahun xhaleshanu, Gjibrili u nal katin e 7. Edhe tha pejgamberi a.s. ja Gjibril, tha mos më levet. Tha pe këti vend as një krah, tha nuk gëzvetha me qitë. Nëse vesh një krah, tha e qes, Allah ka më ndjekta me zjan xhenemit. E Muhamedi a.s. me mriti vlerën ma lartë se Gjibrili, edhe shkoj në atë hapsinën ku foli me Allahun subhanu ta'ala. Kur i ndëgjoj fjalët, respektin, nderimet që Muhamedi a.s. foli me Allahun xhaleshanu, wa tahiyatu lillahi wa salawatu wa tayyibatu wa salamun ala nabiy wa rahmatullah wa ala ibadillahi salihin. Gjibril a.s. kur i po këto respekte, nderime, çfarë respekti Allahu subhanahu taala i dha pejgamberit a.s. Gjibrili katën e 7 tha: "Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu." E besoj me zemër, e flas me gjuhë, nuk ka të adhuruar tjetër, por pos Allahi është një, Muhamedi është i dërguar i tij. Po, qysh bjen njeriu ma poshtë se gradën, vlerën e shejtanit, kur shejtani e shet që ai bën amoralitet, bën mbytje, bën shkatrim tokë, shejtani të largona për këtij personit se ky ma drejt se unë të kaka. Në vërtet. E sonte të mana pe bën disa rrugë të mana, pe këndan të shi ty. Jo, maqës. Ja, s'kena. Jalla, po. Fiknaj. Se di një. Shef, po villojmë piteje se ti për kritikan të nkumë. Jo, sa të Pa pjak në gjuhën tonë. Unë nuk e kritikoj hoxhen, as ky muë, po. A këna dishka zonde, Ja, subhanallah, ja. Se kënojmë nga këto sene. Ky ka vetëm në kom temin.